Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Dalin në protestë prindrit e fëmijëve në kopshin numër 1 në qytetin e Gramshit. Përpara bashkisë së qytetit, ata kanë kërkuar zbardhjen e ngjarjes ku disa fëmijë janë shtruar në spital dhe janë diagnostikuar me elmim nga ushqimi me salmonel. Po ne kërkojmë që të zbardhet e drejta dhe të zbardhet e drejta e kësaj, ne nuk duam asgjë, s'duam as përfitojmë asgjë as. Fëmia ime ka qenë martën që është infektuar, fal mjekës që na dha ilaçin dhe është mjekuar, tani është disi më mirë, po prapë dhimbjet vazhdojnë, ka rënë temperatura, po dhimbjet e barkut vazhdojnë akoma dhe nuk e dim sa do sjasin. Po, është i konfirmuar me salmonelën. Unë njoftimin e mora nga edukatorja e kopshtit të Hanën, i cili fëmia ime shfaqet temperaturë, dhe sot po bëjmë 8 ditë, i cili vazhdon me dhimbje barku, stomaku, diare. Ndërsa nuk kanë munguar dhe pretendimet për përpjekje për intimidim të tyre. Njerëzit e thjeshtë edhe familjarët që kanë fëmijët aty, por me sa shoh unë këtu kam frikë se më ikin nga një vend pune, por para fëmijës më nuk më intereson asgjë fare. Kryetari i Bashkisë së Gramshit, Besion Ayazi, mohon premtim masiv të fëmijëve në kopshtin numër 1. Në një deklaratë për mediat e sqaron se bëhet fjalë për 14 fëmijë. Ayazi refuzoi pretendimet për fshehje të ngjarjes dhe për presion të mundshëm mbi prindrit. Si mundet ta mbulohet dielli me shoshja? Nuk ka një tentativë tillë. Ndërsa foli dhe për përgjegjësinë e Bashkisë së Qytetit. Bashkia ka përgjegjësitë e veta, për aq sa i takon. Përgjegjësitë tona janë, unë e kam shpjeguar edhe në televizion tjetër, që përgjegjësia jonë nëpërmjet inspektorit tonë është në momentin që bëhet furnizimi me ushqim, me produkte ushqimore, ne si institucion kërkojmë fletën e analizave për çdo ushqim dhe nuk ka asnjë rast që të jenë pranuar ndonjë produkt ushqimor pa shoqëruar pa fletë analize. Drejtoresha e Spitalit të Gramshit, Greta Lena, në një reagim për mediat, konfirmoi paraqitjen në spital të fëmijëve me salmonel. Sipas saj, situata është nën kontroll. Lena sqaron për media se 3 fëmijë ishin paraqitur me urgjencë në fillim të javës. Më pas në spital mbërritën dhe 2 fëmijë të tjerë me simptoma më të lehta frekuentues të kopshtit, ku analiza laboratorike konfirmoi sërish praninë e salmonelës, informoi drejtoresha e Spitalit të Gramshit, Greta Lena, ndërsa njoftoi se është kryer dhe dezinfektimi i ambienteve të kopshtit. Për ngjarjen e Gramsh, nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, bëjnë me dije se analizat u janë marrë 72 personave, 53 fëmijëve dhe 19 anëtarëve të stafit të kopshtit. Përfundimet do të mund të zbardhin se sa prej tyre janë prekur nga salmonela. Nga analizat e kryera në spitalin e Gramshit rezultuan se të prekur janë 3 fëmijë. Ende është e paqartë se nga ka ardhur salmonela, dyshohet për ushqim, ndërsa nuk përjashtohet uji dhe transmetimi mes vetë fëmijëve. Prokuroria e Elbasanit fillon hetimet mbi dyshimet për elmim të fëmijëve në kopshtin shtetëror numër 1 në Gramsh. Policia e Elbasanit njoftoi se dorëzoi çështjen në prokurori, ndërsa thotë se pasi u njoftua nga rrjetet sociale për ngjarjen, sekuestroi kartela klinike të 6 fëmijëve që u shtruan në spitalin e Gramshit. Fëmijët e moshës 3 deri në 6 vjeç ka rezultuar se janë të prekur nga salmonela. Krahas asaj thuhet se është bërë dhe verifikimi i produkteve ushqimore të mbetura në kuzhinën e këtij kopshti. Të gjitha veprimet janë kryer në drejtimin e prokurorisë së jurisdiksionit përgjithshëm të Elbasanit, thuhet njoftimin e policisë së shtetit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.